Banorët e prekur nga djegja e pallatit në zonën e farmacisë 10 do të kenë mbështetje financiare. Në podcastin e tij flasim, kryeministri Edi Rama u shpreh se përpos rindërtimit nga kompania, bashkia do të mundësojë banorëve bonus qiraje, por jo vetëm. Por deri në momentin kur ata banorë do të kthehen në shtëpi, të mund të kenë një bonus qiraje dhe patjetër edhe një mbështetje nga bashkia për të lehtësuar barën e krijuar nga dëmet e pariparueshme që kanë ndodhur në banesat e tyre. Kreu i qeverisë shpjegoi se zjarri u shkaktua nga njeriu, edhe pse sipas tij kompanitë e ndërtimit duhet të jenë vigjilentë sa i përket materialeve që përdorin. E vërteta është që kjo ishte një fatkeqësi e shkaktuar nga një shkëndi, nga një nisje zjarri, po doni, që nuk ka lidhje në vetvete me ndërtimin. Por nga ana tjetër, kjo është një arsye për të parë dhe për të kuptuar ashtu siç duhet edhe çka lidhet me cilësinë edhe me materialet e ndërtimit, edhe pse nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara. Rama dha dhe detaje nga takimet e tij në Rom dhe Barcelonë, ku konfirmoi se Spanja dhe Italia tashmë janë kthyer në vende mbështetëse ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit. Sepse Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë, të gjitha qeveritë italiane pa dallim kanë qenë të gatshme dhe gjithmonë të vëmendshme për ta mbështetur Shqipërinë dhe për ta ndihmuar Shqipërinë. Pas Romës pata një vizitë në Barcelonë, ndërkohë që marrëdhëniet shtetërore nuk kanë qenë asnjëherë më mirë se sa sot. Kreu i qeverisë komentoi dhe samitin e 4 të diasporës, teksa theksoi se tashmë shqiptarët jashtë vendit kanë forcuar dhe më tej lidhjet mes vendit tonë dhe shteteve të tjera kudo në botë. Momentin themelues të shtetit tonë, Shqipëria